Partitë politike mbyllin sot fushatën elektorale pas më shumë se një muaj takimesh brenda dhe jashtë vendit. Socialistët mbajnë pasdite tubimin e fundit në Parkun Olimpik të Tiranës, ndërsa opozita mblidhet në Bulevardin e Ri. Krye socialisti Edi Rama i bën thirrje diasporës që të shfrytëzojë deri në minutën e fundit mundësinë e votimit dhe të dërgimit të fletëve të votimit. Rama u kërkoi emigrantëve të bëhen pjesë e historisë në përcaktimin e fatit europian të Shqipërisë. Ndërsa kreu i demokratëve Sali Berisha u bëri thirrje emigrantëve të vinë votojnë në Shqipëri, ai paralajmëroi kryeministrin Edi Rama se Selia Blu disponon prova që faktojnë blerjen e votave për zgjedhjet e 11 maj. Startoi sot nga Durrësi edicioni 108 i Giro d'Italia, një prej aktiviteteve sportive më të rëndësishme në Europë. Etapa e parë përfundon në Tiranë, ndërsa në dytet e ardhshme gara mbahet në kryeqytet dhe më pas në Vlorë. Të dhënat e fundit, organizatës së Kombeve të Bashkuara zbulojnë se 1 në 4 të rinj konsumon alkool. Ekspertët thonë se fenomeni po një rritje edhe tek vajzat, ndërsa paralajmërojnë për dëmet që shkakton konsumi i tij në moshë të hershme. Për të 13-ën herë nuk u arrit konstituimi i Kuvendit Kosovës, opozita ndërkohë po mbledh firmat për të drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me tentativën e vetvendosjes për votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Papa Leoni XIV mbajti meshën e parë në kapelën Sistine, pa kaluar 24 orë nga zgjedhja e tij në krye të Selisë së Shenjtë. Në të parin fjalim para kardinalëve, ai u shpreh i nderuar që u përzgjodh për të qenë drita që ndriçon netët e errëta të kësaj bote. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 15:30. Partitë politike mbyllin sot fushatën elektorale pas më shumë se një muaj takimesh brenda dhe jashtë vendit. Socialistët mbajnë pasdite tubimin e fundit në Parkun Olimpik të Tiranës. Aty ndodhet gazetarja Elia Zotka, të cilën e kam në komunikim të drejtë për drejtë. Elia, si është konceptuar mbyllja e fushatës së socialistëve? Dy aktivitetet, Giro d'Italia dhe komuniteti politik që do të mblidhet në Tiranë në 15 dhe në 16 maj e ka ndryshuar traditën e fushatave zgjedhore. Nuk do të kemi më mitingje të mbylljes së fushatave në sheshin Skënderbej dhe në Tereza, por socialistët do të mblidhen këtu në shtëpinë e futbollit, siç e thatë ju, në Parkun Olimpik. Do të zhvillohet një miting që nuk janë synuar numra, do të jenë rreth 10.000 mbështetës, janë duke u bërë përgatitjet e fundit këtu në shtëpinë e futbollit, por të rëndësishme janë mesazhet për socialistët. Do të fillojmë me një shfaqje artistike, ashtu si dhe në hapjet fushatës në 12 prill. Më pas do të këndojë këngëtarja Elvana Gjata, do të jenë dy drejtuese politike të Tiranës, do të jetë zonja Manastirliu dhe Spiro Pali, më pas do t'i lihet një hapësirë shumë e shkurtër përshëndetëse kandidatëve për deputet, atyre që janë në listën e hapur, pra do t'i jepet mundësi që ata të vazhdojnë të bëjnë fushat për të mbledhur vota, e kanë të rëndësishme, besoj, dhe në fund do të jetë kryeministri Edi Rama që do të mbajë fjalimin e tij. Do të synohet që të mbyllet gjithçka brenda orës 20:30, sepse siç e dim, kryeministri në orën 21 do të jetë në televizionin Klan në emisionin Opinion të Blendi Fevziut së bashku me stafin e tij përballë gazetarëve. Elia, cilat pritet të jenë mesazhet kryesore të kryeministrit Rama? Ajo që dihet tashmë dhe që është parë qartë në gati 28 ditë fushat Partisë Socialiste është integrimi europian. Edhe slogani Partisë Socialiste, Shqipëria 2030 me Edin dhe Partinë Socialiste, është ajo që ka treguar që kjo do të dominojë dominojë gjithë fushat, edhe socialistët në 2 ditë më pas, në 11 maj, do të shkojnë në kutitë e votimit për të kërkuar pikërisht antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që Edi Rama thotë që është vetëm ai dhe forca që ai drejton që e synojnë, dhe lajmëroi edhe hapjen e konferencës së radhës ndërqeveritar në datën 22 maj, ku do të hapen 8 kapituj të tjerë, pjesë e grup kapitullit të tretë të integrimit
në Bashkimin Evropian. Pra kjo është ajo që do të synojë edhe fjalimin e sotëm të Edi Ramës dhe dihet pastaj çështjet e tjera, programi ekonomik dhe drejtësia që socialistët janë të bindur që ata e hartuan, ata e mundësuan që tani të kemi një drejtësi të pavarur që me shpatën e saj mund godasi të majtë dhe të djathtë. Elia, faleminderit për raportimin dhe detajet që përcollen, ndërkohë Partia Demokratike do të mbyll fushatën e saj në zonën e bulevardit të ri në kryeqytet, aty ndodhet gazetari Enkel Xhangoli, e kam në komunikim të drejt për drejt. Enkel, po opozita si do ta mbyll fushatën e saj? Ndryshe nga e tjera ku ka qenë traditë për ta mbyllur fushatën elektorale aty ku u çel në fakt në sheshin Nën Tereza, këtë herë për shkak të një eventi sportiv, Partia Demokratike do mbylli pikërisht në bulevardin e ri, ku në fakt do të vendosen rreth 10.000 karrige për të gjithë mbështetësit që Partia Demokratike pretendon se do të jenë sot në fushatën apo në mitingun për mbylljes të kësaj fushate elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Në momentin që ne po flasim janë ende duke vijuar punimet për sa i përket pikërisht podiumit ku do të shkojnë të gjithë le të themi kandidatët, por po ashtu do të mbahen fjalimet gjatë pasditës sotme. Ndërkohë nga ana tjetër Partia Demokratike ka njoftuar jo vetëm mbështetësit në Tiranë, por nga e gjithë Shqipëria që sot të marrin pjesë pikërisht në bulevardin e ri për të përmbyllur fushatën elektorale, e cila prej një muaji u zhvillua në të gjithë territorin e Shqipërisë. Enkel, do të ketë fjalime të tjera përveç kryedemokratit Berisha dhe cilat pritet jenë mesazhet kryesore të tij? Po, në fakt do të ketë fjalime, së pari do të jenë të rinjt ata që do të mbajnë fjalën e tyre në podiumin që do të jetë para mbështetësve të Partisë Demokratike, ndërkohë më pas do të ketë fjalën e tij edhe strategu apo drejtuesi i fushatës së Partisë Demokratike Kris Lacivita, i cili do të japë dhe mesazhet e tij, siç bëri edhe në fakt dhe në çelje të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit, po ashtu edhe kryetari i Partisë së Lirisë, zoti Ilir Meta, do të ketë një audio mesazh nga Burgu që i drejtohet mbështetësve të tij, por edhe të mbështetësve të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Pika kulmante, pika më le të themi ku do të arrijë edhe kulmi ky takim do të jetë pikërisht fjala e kryetarit të Partisë Demokratike Zoti Sali Berisha, i cili do të flasë i fundit. Enkel, faleminderit për raportimin. Krye Socialisti Edi Rama i ka bërë thirrje diasporës që të shfrytëzojë deri në minutën e fundit mundësinë e votimit dhe të dërgimit të fletëve të votimit. Rama u kërkoi emigrantëve të bëhen pjesë e historisë në përcaktimin pa ekuivok të fatit europian të Shqipërisë. Në afatin e fundit ligjor, kryeministri Edi Rama i bëri thirrje emigrantëve që të votojnë dhe të dërgojnë me postë fletën e votimit të marrë nga KQZ-ja, për të bërë pjesë e asaj që e cilëson si dita e gjykimit të popullit sovran. Ky është edhe mesazhi i fundit që dua t'ju përcjell të gjithë motrave dhe vëllezërve tanë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Britani, e me radhë, ku ende ka zarfa që janë në shtëpia, për të takuar historinë së bashku me shumicën ndërmuesve shqiptarëve që në 11 maj do të përcaktojnë pas një ekuivok rrugën e fatit europian të Shqipërisë. Por liderin e socialistëve, zgjedhjet e 11 majit nuk janë vetëm për të përcaktuar se kush do të qeverisë vendin për 4 vite të ardhshme. Janë zgjedhje për të përcaktuar se si Shqipëria do të përballojë dhe të mbyllë negociatën me Bashkimin Evropian 2027, kush ende e ka zarfin në shtëpi do ta bëjë një përpjekje, do ta bëjë një mund të vogël, krahasim me gjithë mundet e mëdha që keni bërë më parë, për t'ju bashkuar dallgëve të mëdha kuqezi që do ta përmbysin me shpresë, me energji, me ardhmëri Shqipërinë e 11 majit. Por herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare në sistemin pluralist në Shqipëri, emigrantët shqiptar do të votojnë nga shteti ku jetojnë dhe punojnë. KQZ ka shpërndarë mbi 245.000 zarfe në shtetet ku shqiptarët kanë shprehur interesin për të votuar. Ndërsa kanë bërritur deri më tani në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, rreth 175.000 vota të emigrantëve, ku shifra më e lartë u takon shqiptarëve që jetojnë në Itali dhe në Greqi.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ftoi qytetarët të bashkohen në mbylljen e fushatës elektorale që mbahet pas ditën e sotme në Tiranë. Ai u bëri thirrje emigrantëve të vinë të votojnë në Shqipëri dhe paralajmëroi kryeministrin Rama se selia blu disponon prova që faktojnë blerjen e votave në 11 maj. Vetëm pak orë përpara mbylljes së fushatës elektorale, Sali Berisha i bëri thirrje qytetarëve të bashkohen në Bulevardin e Ri, në atë që e cilësoi si festën e fitores. Njëra fushata me detyrim e narkoshtetit dhe tjetra fushata e qytetarëve të lirë të vendosur për të përzërë narkoshtetin. Sonte, kësaj fushate fantastike që u zhvillua për një muaj, duhet t'i vendosim kurorën më të bukur në ballin e saj, në ballin e Shqipërisë. Një apel adresoi ndaj emigrantëve, ndaj të cilëve kërkoi të kthehen atje për të shprehur vullnetin e tyre me votë në këto zgjedhje, pas parregullsive që thanë se kanë shoqëruar procesin e diasporës. Cili do prej tyre që mund të vijë të votojë, i bën një shërbim historik vendit dhe kombit të tij. 11 maj është dita përcaktuese e të ardhmës së kombit shqiptar. E teksa shqiptarët i ftoi të votojnë të lirë, kryeministrin e paralajmëroi se janë mbledhur provat që faktojnë manipulimin e procesit. Kemi të verifikuar, të vërtetuar absolutisht dhe siç e dini ju, rezoluta e Valencias e Partisë Popullore Europiane ka denoncuar Edi Ramën për këto zgjedhje, për blerjen e votës me lek, me kanabis, me punësime, me prokurime, me banda. Janë 5 format me të cilat Edi Rama po blen vota. Një rol përcaktues në fitoren e 11 majit ja njeh veçanërisht strategu të fushatës së tij elektorale, Kris Lasivita. Pa diskutim, ai është faktor madhor i kësaj fushate fantastike dhe i fitores së 11 majit. Sali Berisha nuk ka dyshim në fitoren e së dielës dhe thotë se konferenca e radhës e gjen kryeministër. Partia Demokratike kërkoi sot ndërhyrjen urgjente të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për votat e emigrantëve të Greqisë. Sipas selis blu, zarfet po sillen dorazi në KQZ. Partia Demokratike ka denoncuar vimin e shkeljeve ligjore që ajo thotë se po bëhen me votën e diasporës, veçanërisht me emigrantët në Greqi. Në një dalje për media, drejtuesja politike për diasporën Josefina Topalli kërkoi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ndërhyjë urgjentisht. Sot ka ndodhur edhe ajo që ne nuk e imagjinonim, që të dorëzohen edhe zarfet me dorë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do përsërisim edhe një herë kërkesën për shqetësimin ton serioz dhe të thellë që po ndodh në procesin e zgjedhjeve në territorin e Greqisë. Të ndalohet menjëherë dorëzimi i zarfave në dorë në KQZ. Të ndahet dhe të trajtohet në mënyrë krejt të veçantë kuti që vijnë nga Greqia me kuti të tjera që vijnë nga Italia. Selia blu kërkon gjithashtu një auditim të kutive të dërguara për mënyrën se si është bërë procesi i votimit dhe ai i sjelljes së tyre në Shqipëri. Për lajmin e mediave amerikane për lejimin e tij për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Sali Berisha foli edhe në studion e emisionit Opinion në TV Klan. Ai tha se ky vendim është një mesazh i qartë politik që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i përcjellin Shqipërisë. Sali Berisha komentoi në studion e emisionit Opinion lajmet e mediave amerikane sipas të cilave Departamenti Amerikan i Shtetit i ka dhënë të drejtë atij të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara. Përpara një paneli të zgjedhur gazetarësh dhe opinionistësh, ai tha se duhet vlerësuar mesazhi politik që sipas tij dha ky vendim i Shteteve të Bashkuara. Lajmi i madh që po jehonon në mbar botën dhe të gjitha agjencitë e mëdha të lajmeve fillon nga fundi, rrishti i fundit. Departamenti i Shtetit i drejtuar nga sekretari Marco Rubio dhe administrata e presidentit Donald Trump nuk mund të pranojnë vendimet politike të administratës Biden, aq më tepër të Antony Blinken. Por sa ndikon kjo në votën e 11 majit që Partia Demokratike kërkon të marrë? Berisha kishte këtë përgjigje. Është pa diskutim një inkurajim i madh
për shqiptarët për të votuar në këtë zgjedhje, duke u treguar atyre me gisht se ka një forcë politike tek e cila Europa politike dhe Shtetet e Bashkuara kanë besim të plot. Ky është mesazhi. Ashtu si gjatë fushatës së tij, edhe në këtë dalje televizive, kreu i Partisë Demokratike nuk i kurseu akuzat për qeverinë Rama, ndërsa u ndal tek pikat e forta të programit të tij në rast se merr vot besimin e qytetarëve shqiptar. 2 shtyllat kryesore. Së pari, t'ja u kthejmë parat qytetarëve. Minimumi jetik, 200 euro për çdo shqiptar. 1, 2, pensioni minimal 200 euro. 3, rroga minimale 500 euro. 4, rroga mesatare 1250 euro. 5, rroga e mësuesit 1500 euro. Çdo shqiptar një mundësi. Në fund të intervistës, kreu i Selis Blu i bëri thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote të dalin të shprehin vullnetin e tyre në 11 maj, pasi sipas tij, në këtë zgjedhje vota e tyre është e mbrojtur si asnjëherë më parë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka bërë sot një tjetër mesazh për zgjedhjet e së dielës që mbahen në vendin tonë. Me një koment të bërë në rrjetet sociale, selia diplomatike shkruan: "Vota jote është zëri yt. Vota jote është e ardhmja jote. Vota jote nuk ka çmim." Pak orë para heshtjes zgjedhore, presidenti Bayram Begaj është drejtuar me një mesazh qytetarëve që të ushtrojnë të drejtën e votës në zgjedhjet e 11 majit. Kreu i shtetit ka ftuar shqiptarët që të votojnë me qetësi dhe përgjegjësi, duke e kthyer procesin e votimit në një ditë feste, shembull të qytetarisë, të transparencës dhe pjekurisë demokratike. Presidenti ka kërkuar nga institucionet përgjegjëse për mbarvajtjen e procesit që të garantojnë zgjedhjet e lira, të ndershme dhe të qeta. Policia e shtetit ka kaluar në gatishmëri për zgjedhjet e së dielës. Forcat e rendit vijojnë edhe hetimet për shkelje gjatë procesit. Policia e shtetit ka referuar në prokurori 37 nga 54 denoncime në total të dyshuara për shitblerje votash. Ato janë depozituar nga qytetarë apo përfaqësues të subjekteve politike, pjesëmarrëse në zgjedhjet e 11 majit. Për të administruar këto kallëzime në të gjithë vendin u angazhuan rreth 813 specialistë të hetimit të krimeve, të trajnuar posaçërisht për këtë proces. Pjesë e këtij trajnimi ishin dhe mbi 6000 efektiv të tjerë me uniform, nga të cilët 5300 prej tyre do të kalojnë në gatishmëri prej datës 10 maj, kur do të marrin në ruajtje 93 objekte zgjedhore, si edhe 5225 qendra votimi në të gjithë vendin. Ditën e zgjedhjeve të gjithë këto qendra do të u dorëzohen KQZ-s, e më pas policia do të dëriqet në vend grumbullimet e përcaktuara, por të rikthyer në orën 19, kur bëhet dhe shoqërimi i materialeve zgjedhore në KZAZ. Dërhyrja e uniformave blu gjatë procesit të votimit do të jetë i nevojshëm vetëm në rastet kur kërkohet nga përfaqësues të KZAZ-ve apo KQZ-s. Për të garantuar një proces të lirë votimi, uniformat blu apelojnë për qytetarët të denoncojnë çdo rast që cënon të drejtën për të votuar apo tjetërsimin e vullnetit të tyre. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se Shqipëria do të zhvillojë në 22 maj konferencën e 5 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Në një koment në rrjetet sociale, Rama shprehet se sot, në ditën e Europës, Bashkimi Evropian konfirmon ritmin e shpejtë të anëtarësimit të Shqipërisë në familjen e bashkuar europiane dhe zyrtarizon çeljen e negociatave për grup kapitujt 3, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Tashmë kemi hapur 24 kapituj dhe mbeten për të hapur dhe 11 të tjerë, me punë shpresë brenda 2025-s. Asgjë dhe askush nuk do ta ndalë dot më fatin europian të shqiptarëve, shkruan Edi Rama. Flasim tani për edicionin e 108 të Giro Italias që startoi në Shqipëri. Etapa e parë ishte nga Durrësi dhe do të përfundojë në Tiranë. Në komunikim të drejtë për drejtë nga bulevardi Dëshmorët e Kombit kemi gazetarin Erald Kodheli. Erald, së pari si është zhvilluar deri tani kjo etapë dhe cilat janë momentet më të veçanta të saj? Ka qenë një etapë entuziazmuese, nisi si fest në Durrës, po vazhdon si fest në Tiranë, edhe pse ende jemi në pritje të ciklistëve, janë rreth 65 km larg finishit, por sapo kanë zbritur qafën e Krapës dhe po hynë në Tiranë në rreth rrotullimin e Tegut për të kaluar në Surrel, më pas do të vinë këtu pas meje, pas shpinës time në finish, por ka një veçanti kjo etapë e parë e garës së Giros së Italisë, sepse në momentin që ciklistët do të kalojnë finish
finish nuk është fundi i garës, por ata do të kenë edhe një xhiro tjetër. Do të kalojnë në sheshin Nën Tereza, do të kthehen përsëri në bulevardin Dëshmorët e Kombit, do të ngjiten sërish në Surrel dhe më pas në kalimin e dytë në finish, atëherë do të jetë edhe mbritja e këtyre sportistëve, të gjithë po i presin. Këtu është një fest e vërtet, ka muzikë, ka koment live të garës, të momenteve duke treguar për të gjithë njerëzit se ku ndodhen në çdo moment ciklistët. Madje do doja shumë të tregoja edhe rreth meje, ka shumë njerëz që po presin edhe pse duhen ende 40 minuta ndoshta që të vinë ciklistët, sepse siç e dëgjuat janë drejt mulletit në Bërzhit dhe shumë nga këta njerëz që po i presin, nga këta tifozë janë të huaj, jo vetëm shqiptar. Kjo është shumë interesante. E qartë, Erald, çfarë po ndodh me qarkullimin dhe cilat janë masat e marra? Të gjitha rrugët ku do të kalojnë ciklistët për etapat e Giros së Italisë janë bllokuar, janë marrë masa shumë të forta nga policia, por edhe nga organizatorët, sepse mund ta shikoni shumë mirë që praktikisht çdo rrugë ndërqytetase ku ciklistët do të kalojnë është e rrethuar, pra nuk është një rrugë e hapur ashtu siç mund të jenë rrugët ndërqytetase, dhe do të thoja që policia po disiplinon jo vetëm qarkullimin e automjeteve, por mbi të gjitha qarkullimin e njerëzve, sepse bëhet fjalë për një garë të shpejtësisë së lartë. Këta janë sportistë që me bicikletat e tyre arrin në shpejtësi deri në 80 km/h, pra ka pika të caktuara ku edhe njerëzit mund të kalojnë, por gjithmonë të disiplinuar nga forcat e shumta të policisë, të cilat janë stacionuar në të gjithë perimetrin e garës. Erald, faleminderit për raportimin. Shkojmë tani në Vlorë, drejt për drejt me gazetaren Greta Haskaj për të parë se si është atmosfera aty pasi etapa finale e kësaj gare do të zhvillohet pikërisht në qytetin e Vlorës. Greta, është gjithçka gati për këtë eveniment të rëndësishëm sportiv? E vërtet, në fakt, gara e famshme e ciklizmit Giro d'Italia në vendin tonë nuk mund të linte pa prekur edhe Vlorën, ku 180 ciklistë profesionistë nga e gjithë bota do të garojnë edhe në rrugët e qytetit bregdetar. Megjithatë, pas këtij aktiviteti kaq të madh ndërkombëtar, brapa kuintave të këtij aktiviteti fshihet një punë e palodhur e bashkisë së qytetit bregdetar dhe drejtorisë vendore të policisë të Vlorës, të cilat kanë marrë të gjitha masat e nevojshme si për mbarvajtjen e këtij aktiviteti sportiv, por edhe për mbarvajtjen e procesit zgjedhor pasi data 11 maj ku do të kulmoj ky aktivitet sportiv, do të jetë gjithashtu edhe data kur qytetarët vlonjak do të drejtohen kutive të votimit. Sipas drejtorisë vendore të policisë të Vlorës, janë angazhuar rreth 300 forca policore dhe gjithashtu është bërë sigurisht harta për bllokimin e akseve kryesore të qytetit, duke nisur nga ora 15 e ditës së nesërme dhe deri në orën 20 të datës 11 maj ku do të përfundojë edhe gara e 180 sportistëve. Kjo ngjarje sportive jo vetëm që do të vendos vendin tonë dhe qytetin në hartën e sportit dhe emocioneve globale, por gjithashtu do të promovojë edhe të gjitha bukuritë e jugut të Shqipërisë, duke qenë se do të nisi që prej qytetit të Vlorës dhe deri në Himar dhe Qeparo, ndërkohë që devijimi i trafikut do të bëhet kryesisht në rrugën kryesore Pelivan Leskaj në Vlorë, pasi kjo garë do të vijojë gjithashtu deri në mbrëmjen e datës 11 maj, duke përfshirë edhe fshatrat e lumit të Vlorës dhe gjithashtu ato të Himarës deri në Qeparo. Greta, faleminderit për raportimin. Ndërkohë Giro Italisë e bën Shqipërinë protagoniste në skenën globale dhe afron me Europën. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama gjatë një interviste për prestigjiozen italiane Corriere della Sera. Giro d'Italia është një prej eventeve më të rëndësishëm sportiv që zhvillohet në Shqipëri. Për gazetën italiane Corriere della Sera, kryeministri Edi Rama shpjegoi këmbguljen për të zhvilluar nisjen e madhe, pavarësisht javës intensive të zgjedhjeve parlamentare. Besoj se ka ardhur momenti që Shqipëria të mos jetë më vetëm një vend që shikon botën nga jashtë, por të bëhet pjesë e skenës globale me dinjitet dhe jeshi. Përfshirja në itinerarin e Giro d'Italia është një deklaratë e qartë. Jemi këtu jo për të parë, por për të qenë pjesë. Jemi të vegjël për nga sipërfaqja, por nuk na mungon as as bukuria për t'u paraqitur siç jemi, një shtet evropian në çdo kuptim. Në intervistën për të përditshmen e mirënjohur italiane, kryeministri tregoi atë çfarë 800 milion telespektatorët në 200 shtete duhet të presin. Do të shihni një vend modern, por që ruan shpirtin e vet, dikur duke e pamendueshme, sot është realitet. Nga një kom që dikur askush nuk e njihte, sot jemi në ekranet e miliona njerëzve, jo me lajme të këqija, por me diellin, peizazhet dhe mikpritjen tonë. Shqipëria që ecën përpara. Si një prej 3 eventeve më të mëdha ciklistike në botë, Giro d'Italia është padyshim vitrina për të treguar Shqipërinë dhe për të befasuar të gjithë globin. Qeveria ka
ka miratuar procedurat për shfuqizimin dhe fshirjen nga sistemet përkatëse të masave administrative të pa ekzekutuara të vendosura nga 1 janari 2015 deri në 30 nëntor 2024 ndaj individëve apo subjekteve që kanë kryer ndërtime pa leje për qëllime banimi ose aktivitete bujqësore në zonat rurale, si dhe për shkelje të rregullave të pandemisë. Vendimi, i cili bazohet në ligjin numër 127 2024 përfshin strukturat e ndryshme inspektuese dhe policore, si që është IKMT, Inspektoratet Vendore të Territorit, AKU, ISHSH, Policinë e Shtetit dhe atë bashkiake. Çdo institucion përgjegjës, sipas ndarjes së kompetencave, duhet të identifikojë dhe dokumentojë të gjitha masat administrative që plotësojnë kriteret për shfuqizim dhe t'i çojë ato për miratim brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e vendimit. Subjektet që konstatojnë se masa ndaj tyre nuk është fshirë, mund të paraqesin kërkesë pranë institucionit përkatës për verifikim dhe heqje të saj. Këto masa synojnë lehtësimin e barrës administrative për qytetarët dhe bizneset në zonat rurale dhe rregullimin e situatave të mbartura ndër vite. Të dhënat e fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara zbulojnë se 1 në 4 të rinj konsumon alkool. Ekspertët thonë se fenomeni po një rritje edhe tek vajzat, ndërsa paralajmërojnë për dëmet që shkakton konsumi i alkoolit në moshë të hershme. 1 në 4 të rinj në Shqipëri dhe Europë janë konsumator të alkoolit. Sipas specialistëve, kjo tendencë e të rinjve 15 deri 19 vjeç ka ardhur në rritje dhe kryesisht tek vajzat. Ka një rritje të lartë, nëse më përpara ka qenë në 5%, tashmë shkojnë deri te 15%, për shumë në rastin e 15 vjeçarëve. Dhe ajo që është shqetësuese është që ne po shikojmë një trend rritës të përdorimit të alkoolit dhe tek vajzat. Ndër faktorët kryesor, specialistët rendisin rrethin shoqëror. Kanë të bëjnë shumë ndikimi mjedisit. Moshatarët kanë një ndikim, le të themi, më të lartë, por gjithashtu ndikojnë edhe besimet normative. Përdorimi i alkoolit ka pasoja të rënda shëndetësore, afat shkurtër dhe afat gjatë. Në 2 rastet, pasojat janë si fizike, si kognitive, dhe përjedhoj edhe në sjelljen tonë. Por në qoftë se konsumohet në mënyrë të vazhdueshme, ka të pasoja të pariparueshme. Është parë që ka një rrezikshmëri të shtuar të kancerit, sidomos të kancerit të gjirit. Edhe studimet e OBSH-s tregojnë se konsumimi i alkoolit që në moshë të hershme rrit gjithashtu rrezikun për sëmundje kronike të zemrës, mëlçisë dhe tumoreve. Nga konsumimi i alkoolit regjistrohen 1 në 4 vdekjet e të rinjtë e moshës 19-24 vjeç në rajonin europian, kryesisht nga dëmtime nga aksidente të ndryshme apo mbytje. Për të 13 herë nuk u arrit konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Opozita ndërkohë po mbledh firmat për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me tentativën e vetëvendosjes për votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Palët, opozita dhe qeveria nuk ndryshojnë qëndrimet e tyre sa i përket kandidaturës së Albulena Haxhiut. Në të parën mesh në kapelën Sistin që kur u zgjodh Pap, Leoni 14 tha se misioni i tij është të sjellë dritë në netët e errta të kësaj bote. Papa Leoni 14 mbajti meshën e parë në kapelën Sistin, pa kaluar 24 orë nga zgjedhja e tij në krye të Selisë së Shenjtë. Në të parin fjalim para kardinalëve të pranishëm që prej konklavës së nisur 2 ditë më parë, Leoni 14 u shpreh i nderuar që u përzgjodh për të qenë drita që ndriçon netët e errta të kësaj bote. Zoti më thiri përmes përzgjedhjes tuaj të pasoj princin e apostujve, të jem administratori i tij i besuar për të mirën e trupit mistik të gjithë kishës, për të qenë një fener që ndriçon netët e errta të kësaj bote. Pas kryerjes së ritualeve, ati i shenjtë doli nga kapela Sistin bashkë me kardinalët e tjerë për të nisur funksionet si drejtues i Selisë së Shenjtë. Të dielën Papa Leoni 14 do të zhvillojë të parën mesh në sheshin Shëmpjetër, ku do të japë edhe mesazhin e tij të parë para besimtarëve, që pritet të jenë të shumë në numër. Leoni 14 ka një personalitet mjaft të tërhequr dhe fjalimet publike si kardinali ka patur mjaft të rralla. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët.